Të përshëndes, Erneta, sot Sekretariati i Etikës në Kuvend ka rëzuar një kërkesë të Partisë Demokratike apo jo? Për çfarë bëhet fjalë? Po, Partia Socialiste pjesës në Sekretariatit e Etikës se ka rëzuar kërkesën e Partisë Demokratike, e cila kërkonte përjashtim me 30 të kryetarit të grupit Partisë Socialiste Tauland Balla për gjuhë fyese dhe ofenduese që ai përdori në seancën e së njëjtës. Grupi i deputetëve të Partisë Socialiste i gjetën të pabazuara këto argumente, duke thënë se në fjalët e Tauland Ballës në parlament drejtuar deputetëve demokrat nuk kishte asnjë thyerje dhe për këtë e kanë rëzuar kërkesën e demokratëve për ndëshkimin e Tauland Ballës. Erneta, sot është mbledhur edhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste apo jo? Cilat janë dhënat që ke mundur të sigurosh nga kjo mbledhje vijon ende? Po, grupi parlamentarit Partisë Socialiste prej orës 10 është duke vijuar ende, ndërkohë që pak më parë nga kjo mbledhje u largua kryeministri Edi Rama, i cili siç jo shpesh ndodh ka marrë pjesë ditën e sotme në këtë mbledhje, e cila duhet thënë që vjen ndërkohë që të ente në seanca e fundit parlamentare dhe në këto kushte grupi i mazhorancës sigurisht që bën edhe bilancet e tij sa i përket projektligjeve, akteve të miratuar dhe ato të cilat nuk janë miratuar ende dhe mund të mbarten për në sesionin e ardhshëm të janarit e tutje. Ndërkohë që duhet thënë që kjo prani e kryeministrit Edi Rama në këtë mbledhje të grupit të Partisë Socialiste këtë të hënë erdhi edhe pas një deklarate të bërë nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili gjatë së premtes deklaroi që me Partinë Socialiste nuk do ketë asnjë negociat, asnjë marrëveshje apo të cilat kërkojnë konsensusin e të dyja palëve, dhe këtu duhet përmendim reformën zgjedhore dhe gjithashtu edhe reformën territoriale, dy reforma të cilat janë në komisione që janë zhvilluar vetëm konstituive, ndërkohë që nuk kanë vijuar më tutje, ndërkohë që pas këtyre deklaratave pritet shikohet se si do të vijojnë, do të jetë prania e demokratëve në tryezat apo nuk do të jetë, apo do t'u lihet të themi në një farë mënyre socialistëve në dorë për t'i çuar përpara të paktën propozimet e tyre. Ndërkohë që kjo prani e Ramës ditën e sotme ka ardhur edhe pas një deklarate të tij të bërë një ditë më parë, i cili është shprehur për një analizë dhe për reflektime sa i përket gabimeve apo çështjeve të cilat nuk kanë ecur përpara sa i përket reformës në drejtësi. Sigurisht ai përmendi faktin që reforma në drejtësi, sistemi i drejtësisë duhet të jetë i pavarur, por ndoshta jo i pakorrigjueshëm sipas asaj që tha kryeministri Edi Rama. Pritet shikojmë se cilat kanë qenë porositë e tij drejtuar deputetëve në këtë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mbledhje e cila është duke vijuar ende në drejtimin e kreut të grupit të Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla, i cili ndoshta më vonë do të ketë edhe një komunikim për media dhe do të zbuloj pikërisht se cilat ka qenë fokusi i kësaj mbledhje dhe ndoshta edhe porositë që kryeministri Edi Rama, kryesocialisti, u ka lënë deputetëve. E qartë. Mirë, Erneta, faleminderit për gjitha detajet që ndave në këtë lidhje të drejtë për drejtë.